Në orët e para të ditës së sotme, kamerat e Adrenet Televizion kanë fiksuar në plazh një ditë të bukur, relaksuese, pak kohë pas lindjes së diellit. Është mesi muajit tetor dhe ditët e freska duket sikur janë harruar. Rruga asfaltuar buzërërës së plazhit është mbushur me pushues të shumtë që ende vegetojnë në këtë zonë, si dhe me banorë të plazhit, pensionistë, me fëmijë që i gëzohen freskisë dhe diellit që po ngrihet lartësi, duke ngritur kështu edhe temperaturat e ditës. Disa zgjedhin të bëjnë ushtrime fizike në Bregdet, ndodh se herët dikush zgjedh edhe freskinë e ujit të detit të këndshëm dhe të qetë për t'u larë, duke pritur të tjerë në orët të mëvonshme. Po Bregdetit i gëzohen edhe fëmijët, pasi ai udhëron atyre fëmijëri të shëndetshme. Disa amatorë të Bregdetit marrin dhe miqtë e tyre tradicional, kafshë shtëpiake, që ndihen mjaft mirë në këtë mjedis natyror të rrallë dhe miqësor. Dikush tjetër përgatit skafet për të shijuar detin më në thellësi. Ndërkohë në qytetin e Durrësit nis një fluks i madh turistësh, thuajse të përditshëm në këtë sezon, ende duke kërkuar të shuajnë kreshërinë me therrimet arkeologjike të nën tokës së Durrësit. Ndërkohë që torta e madhe, Muzeu Arkeologjik i qytetit, ka kohë që është mbyllur pas një restaurimi shumë vjeçar. Burokracia shtetërore ndoshta nuk gjen mënyrë tjetër për të treguar mos kompetencën e saj, duke lënë turistët pa këtë muze, një nga më të pasurit në Ballkan, një lartësues i dinjitetit lagjësisë historike të qytetit, që nga kjo burokraci prej vitesh është lënë gojkyqur.